Në qoftë se unë dua të numëroj, po themi ato qeliza të cilat nuk janë boshe, pra po themi që kanë numra. Supozojmë disa prej elementeve këtu mund të jenë bosh, pra qelizat mund të jenë bosh, do thonë që mos ketë asnjë, po themi mos ketë asnjë element brenda saj ose mos ketë numra, pra janë dy formula të ndryshme. Supozojmë fillojmë me formulën e parë, të cilat numëron qelizat që kanë numra mbi të dhe është formula count. Mjafton ta klikojmë dhe zgjedhim. Supozojmë shkojmë në këtë rast tek produktet, japim enter, del vlera 0, sepse asnjë prej këtyre elementeve nuk është një numër, por është një tekst. Nëse të njëjtën formulë do ta përdorim këtu, por nuk do zgjedhim produkte, por do shkojmë tek sasia e shitur, japim enter, automatikisht ajo na jep vlerën 8, pra janë 8 qeliza këtu të cilat janë të mbushura me numra. Tani nëse unë dua të numëroj ato qeliza të cilat nuk janë boshe, që nuk janë boshe do thotë që kjo qeliza këtu mos ketë as hapësirë brenda, sepse nëse ka hapësirë do thotë se ka një element brenda saj dhe Exceli në këtë rast nuk e numëron si qelizë boshe, por të jetë një qelizë e cila të jetë, po themi, kjo qeliza këtu nuk ka asnjë element brenda saj dhe quhet një qelizë boshe. Atëherë për këtë arsye na shërben formula counta. Përsëri shenjën e barazimit. Klikojmë ato element, janë në këtë rast këtu, jemi nga K3 te K10, japim enter dhe kemi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe kjo qeliza këtu është bosh. Në momentin që unë shkoj te kjo qeliza dhe po themi vendos një hapësirë, automatikisht nga 8 bëhet 9, sepse kjo qeliza nuk është më boshe, por ka një element brenda saj. Pra nuk është e thënë që të jetë numër, mund të jetë edhe një shkronjë e caktuar. Nëse unë dua të numëroj qeliza të cilat plotësojnë një kusht të caktuar, pra dua të numëroj po themi të gjithë ato shitje që janë bërë këtu, pra gjithë shitjet që më janë bërë mua gjatë muajit, por dua të numëroj vetëm ato shitje të cilat kanë çmimin e shitjes mbi 3000 lekë, po themi. Atëherë për këtë arsye na shërben formula count if. Shenjën e barazimit. Dhe këtu zgjedh, po themi, supozojmë jemi tek çmimi i shitjes, zgjedh gjithë elementet që më duhen. Vendos presje, pastaj vendos kushtin. Supozojmë dua të gjithë ato që janë me çmimin e shitjes më të madhe se sa, po themi 3000 lekë. I jap enter dhe shoh që vetëm 8 shitje, nga gjithë këto shitjet këtu, vetëm 8 shitje plotësojnë që janë një vlerë më të madhe se sa 3000 lekë. Nëse do ta modifikoj, do ta bëj po themi jo 3000 lekë, por supozojmë do ta bëj mbi 1000 lekë. I jap enter, tashmë janë 19 shitje që e plotësojnë këtë kusht.